Në ditën e dytë të stërvitjes funksionale, reagimi ndaj tërmeteve është zhvilluar edhe një fushat ndërgjegjësuese me temë Së bashku përgatitemi, së bashku mbrojmë, informohu, përgatitu, reago, ku ju është prezantuar qytetarëve koncepti mbrojtjes civile si pjesë e përditshme e jetës dhe zhvillimit të komunitetit. I pranishëm ka qenë edhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, i cili vuri theksin te puna që po kryhet nga ana e qeverisë për rritjen e kapaciteteve për përballimin e emergjencave civile. Ne jemi duke punuar intensivisht për të rritur që të gjitha këto kapacitete, pikërisht edhe programet konkrete me partnerët tanë konsistojnë në rritjen e këtyre kapaciteteve, por nevoja për të pasur më shumë absolutisht që është e domosdoshme. Qeveria shqiptare ka investuar dhe vazhdoi të investojë drejt për së drejti nëpërmjet programit të emergjencave civile, fonde të dedikuara pothuajse në të gjitha bashkitë. Në vijim është kryer evakuimi nxënësve të shkollës Stavri Themeli duke stimuluar një situatë tërmeti, ku janë angazhuar të gjitha strukturat e emergjencave, të cilat kanë reaguar në mënyrë zinxhir në bashkëpunim të ngushtë me njëri tjetrin. Duke qenë se qarku jon konsiderohet një zonë me një predispozicion mesatar edhe të lartë në raste të caktuara të lëvizjeve tektonike, dhe më vjen shumë mirë që ky ushtrim ka përfshirë rreth 100 pjesëtarë të ekipeve të strukturave operacionale, duke i vënë ata përballë sfidës dhe testit për të eksperimentuar mënyrën se si e ndërtojnë zinxhirin e komunikimit gjatë një reagimi të shpejtë për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve dhe komunitetit. Mbrojtja civile në turne 2025 është shembull konkret i partneritetit për të ndërtuar komunitete më të qëndrueshme dhe të përgatitura përballë rrezikeve dhe fatkeqësive natyrore.